Në shtime, jo vetëm artistët të tjerë që janë artistë të kalibrit, duke filluar nga maestro i madh i muzikës Gianni Ciko, nga profesoresha Rudina Ciko, nga baritoni i teatrit Operës dhe Baletit Armando Likaj, nga tenori Shkodran Tola, i cili është edhe drejtues artistik i aktivitetit, nga kori të Mirët e Kombit, nga mjeshtri i madh Lesh Nikolla, të gjithë janë për herë të parë në shtime dhe kjo e bën të veçantë sepse mendoj që është një ngjarje e veçantë, e gëshëtuar me fjalën artistike, me muzikën shqipe klasike, me ballën popullore të ansamblit Ilirida, që janë vendas dhe janë pjesë e programit. Edhe natyrisht këtu rolin kryesor e ka komuna e Shtimes, punonjësit e Pallatit të Kulturës dhe gjithë ata të cilët kanë hapur zemrën dhe kanë mbështetur këtë aktivitet, sepse është aktivitet i formatit shumë të madh për një qytet të vogël siç është Shtimja. Kjo është e veçanta që jo gjithmonë kryeqendrat Tirana, Prishtina, Shkupi duhet të kenë ngjarje të mëdha, por edhe qytetet të tjera kanë nevojë për ngjarje të tilla. Mesazhi është i qartë. Liria nuk është dhurat, është një amanet i shejt që duhet ta ruajmë si sytë e ballit dhe ta trashëgojmë brez pas brezi. E bukura e këtij koncerti është që janë gëshëtuar të gjitha gjeneratat, nga të rinjt, gjenerata e mesme, artistë pra karriere dhe ikona të artit të skenës. Të gjithë janë në një skenë. Sigurisht shumë i respektuar, shumë i nderuar dhe në një të kohë me emocione të mëdha për të festuar festat e çlirimit të Kosovës edhe një herë në këto vise të dashura, në këto vise heroike, ku edhe gjithashtu edhe dëmi i madh në njerëz, në tragjedi, në jetë të vështira ka qenë i ndjeshëm. Kështu që vim me shumë emocion, me shumë përgjegjësi për të qenë prezente dhe për të luajtur një rol sa më modest në gjenën e artistëve që organizojnë këto. Dhe nga ana tjetër edhe në heroizmin pafund, në sakrificat e mëdha, në njerëzit të cilët danë jetën dhe që vazhdimisht zbulojnë dhe të tjerë dhe numri sa vjen e shtohet dhe heroizmi gjithashtu nderohet akoma më shumë. Edhe ne si Shtime jemi shumë nderuar që pikërisht në 27 vjetorin e ditës së çlirimit të komunës Shtimes, një Shtime e vogël po me zemër të madhe dhe që ka dhënë shumë për lirinë edhe për Republikën e Shtetin që po e gëzojmë sot. Sot kishte mysafir të shquar të artit kulturës nga të gjitha viset shqiptare, duke filluar nga profesor Gianni Ciko bashkë me Besionën dhe me të Mirët e Kombit. Ishte nder i veçantë, domthonë që ky përvjetor me qenë i kremtum nën talentin edhe nën zërin e tingujt e këtyre artistëve të mrekullueshëm që janë. Po për neve ishte nder. Unë i kam falenderuar spoku që kanë shprehur interesim me orën komunën e Shtimes dhe ne i kemi mirëpritur normal me zemër. Janë artistë me renome kombëtare ndërkombëtare dhe për komunat e vogla si Shtimja është një eveniment që më mbajt mend gjatë. Se midis njeriu dhe gurit durimin Patjetër ju e keni pasur në komunën e Shtimes për çdo vit, për çdo muaj, po zhvillohen ngjarje kulturore artistike të jashtëzakonshme, një nga ato kulminantet ishte edhe kjo. Ju i pasur në mesin e këtyre shfaqjeve kishim edhe pjesëtar të ansamblit Ilirida. Ansambli Ilirida është themelu këto 3 vitet e fundit në komunën e Shtimes, edhe ne po e mbështesim fort talentin e djemve dhe vajzave të komunës Shtimes, të cilët po na përfaqësojnë, po na befasojnë me talentin e tyre, edhe me sukseset e tyre qoftë në festivalet kombëtare, qoftë ato ndërkombëtare.